Përshëndetje që kusht të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një recept shumë të mirë me përgatit me gjizë dhe me speca. Nga një herë kur nuk keni kohë me bo diçka ma shpejt, ma shisheve ma mirë, atëherë në të kujtohet kjo receta ime dhe përgatitni se përgatitet shumë lehtë. Prandaj, e merrni kështu një enë, i veni disa thelbi hudhër, e shtoni pak krep, tahurës, teuronit, dyjat janë të mirat jashtëzakonisht, veç në varet që dhe në preferoni të Himalajeve apo të krypën e detit. Dhe këto i ndrydhni mirë kështu, me pirun, hudrat, me krip, që të lëshojnë sa ma shumë aromen e tyne. Pastaj i shtoni gjizë. Për afërsisht, dhe më thonë, sa speca keni, do nshta qaq luk gjizë. Kësaj masës ja shtoni një vejë. Veja zakonisht shkon kur është përmbushje për me gjitë pjesët e cilat i mbushje. Edhe gjithashtu për shije dhe për shëndet është mjaft e mirë. Prandaj ja shtoni edhe një vejë. Prap i shtoni pak krip. Pak piper të zi si pas dëshires ose si pas shijes. Dhe nëse keni pak piper të kuq, sa mi dhonë pak ngjyrë, edhe këto të gjithat i përzini mirë që ta fitoni një masë kompakte për mbushjen e specave. Shikues të nderuar, unë zakonisht kur zgjedh receptat pasi kom një provojë jashtëzakonisht të madhe në kuzhinë dhe po e shoh që tani ne kemi pas diçka të komplikume ushqimet, kemi shumë shumë trup ose ma lehtë mi bo. Prandaj unë shpesh herë tani, përveç atyre tradicionalet mira që nuk mund t'i zavendësoj normal asgjë, po mundohem t'ju gjej disa recepta të cilat janë ma të lehta për përgatit, por jo ma të lehta e mos me qenë të shishme dhe mos me, po me qenë ma të lehta me përgatit, të shishme dhe të shëndetshme. Prandaj, kjo është ai stili jam që kom dëshirë me nda me ju. Dhe tashti e kemi fitu një masë kompakte dhe tani fillojmë me mbush specat. Specat janë për këtë recetë ma që mirë të shkojnë specat e kuq, për arsye se janë ma trash, kanë ma shumë mish dhe kanë një farshie ma të ëmbël. Prandaj, nëse ju jeni adhurues të specave të djegës, atëherë në këtë masën të përmbushje, atëherë mundën me shtu ndonjë spec të djegës ose diçka, kështu që të kompenzoni ato që nuk është i djegë. Prandaj, specat tash i mbushim me këto dhe i mbushni sa të mundeni kështu me këtë masën përmbushje. Letra bora, si zakonisht, dim si jam kryesor. Edhe tashti pasi që i kemi mbush specat, tashti i mbyllim me një domate dhe e shojmë shporetin, do më thonë, në temperaturë të mesme, i qesim pak vaj dhe i vejmë në tigan. Dhe tani specat kështu të mbushura i fërgoni vetëm pak, do më thonë dikun 3-4 minuta në një anë dhe 3-4 minuta në një anë, si të rejni që kanë fillu me uqiru speci. Më thonë nuk ka nevoj që, do më thonë vetëm sa të skuqit kështu pak, edheni me u skuq dhe ajo mjafton. Nuk ish ma shumë, do më thonë se 3-4 minuta në një anë dhe 3-4 minuta në anën tjetër. I dojmë edhe pak, do më thonë këtu pak u skuq, dhe i dojmë edhe në anën në kundërt me u skuq dhe të jënë të gatshëm. Unë përshfrytëzoj rastin me pi një gotë të kamelotit pak që me vërtet u lodha.
ujë filtruar, i mirë, të cilën mundeni me përdor edhe nëse keni aparatin e kamelotit në shtëpi, atëherë dhe që mundeni me pi ujë të shëndetshëm dhe të mirë, po mundeni edhe ushqimin me përgatit me ujë të shëndetshëm dhe të mirë dhe të filtruar. Dhe tashti, specat janë skuq, janë fërgu, janë bo ashtu si qysh kemi pas qef. Dhe tash mundemi vetëm me i servu në pratë dhe janë të gatshëm. Shikues të nderuar, kjo është një recept të cilën mund ta përgatitni verës tashti kur janë specat ma lirë, kur janë specat ma mirë, për ndryshe ballë kemi hek me specat shtrejte, çmime të larta, por tashti kemi mundësi me përgatit këtë recetë shumë të shishme dhe shumë të mirë. Po i vej anash edhe pak spec të djegës, sepse di që ka ona jonë, dhe më thonë ne Kosovar të adhurojmë specat të djegës, prandaj të vej edhe anash tu në një spec të djegës që me mujtë me kombinum jo. Një domatet mirë freskët, zakonisht ja largoni gjithmonë këtë pjesën këtu, se nuk është të shëndetshme, dhe me një pjatë verore të shishme të bukur të mirë. E qka ma me rëndësi, letë me përgatit shikues të nderuar. Prandaj, unë ju përshëndes deri në emisionin e radhës duke ju uruar gjithë të mira.